Jezusi e Nikodemi. Tashti ndër farisejnë ishte një njeri që quhej Nikodem, një nga bujarët e judejnëve. Ky erdhi natë te Jezusi dhe i tha: Rabai, a dinim se ti je Mesuesi që erdhi prej hyjt, sepse askush s'mund të bëjë këto mrekulli që i bën ti, po që se hyj nuk është me te. Jezusi i u përgjigji: Për një mend po ju them, kush nuk lind përsëri prej së larti, nuk mund të shkojë më shoh mbretërinë e hyjt. Si është e mundur, i tha Nikodemi, të lind njeriu kur është i mençur, e a thua mund të hyjë përsëri në barkun e nënës së vet e të lind? Jezusi përgjigji: Për një mend po ju them, kush nuk lind me anë të ujit e të shpirtit, nuk mund të hyjë në mbretërinë e hyjt. Çka lind prej mishit, mishi është, e çka lind prej shpirtit, shpirt është. Mos u çudit që të thash, duhet të lindin përsëri prej së lartit, ajra fryn në drejtim që do, ai dëgjon ushtrimin e nuk din nga vjen e ka shkon. Kështu ndodh edhe me secilin që lind prej shpirtit. Nikodemi e pyeti: Si mund të bëhet kjo gjë? Jezusi i përgjigji: Ti je Mesuesi i Izraelit e nuk merr vesh kaq. Për të vërtet po të them. Ne flasim çka dijmë e dëshirojmë çka pam. Dëshmojmë çka pam e megjithatë nuk e pranoni dëshminë tonë. Nëse nuk me besoni, kur ju flas për gjërat që ndodhin në tokë, si do të me besoni nëse ju flas për gjërat e qiellit? Askush nuk u ngjit në qiell, përveç Birit të njeriut, që zbrit nga qielli. Dhe sikurse Mojsiu e lartësoi gjarprin në shkreti, po ashtu duhet të lartësohet edhe Biri i njeriut, që kushdo që beson në të ketë jetën e pasosur. Vërtet, hyj aq fort e deshti botën, sa që dha një të vetin Birin e vet, kështu që secili që beson në të mos birret, por të ketë jetën e pasosur. Në të vërtet, hyj nuk e dërgoi Birin që të dënoj botën, por që bota të shpëtoj nëpër ta. Kush beson në ta nuk dënohet, ndërsa kush nuk beson, ai është dënuar që tani, përse nuk besoi në emrin e një lindurit, Birit të hyjt. E gjykimi është ky: drita erdhi në botë, por njerëzit me tepër deshtën të errin se dritën, sepse veprat i kishin të këqija. Vërtet kështu që bën të keqen, e urren dritën dhe nuk del në dritë, që të mos i zbulohet veprat e tija. Kurse ai që vën në zbatim të vërtetën, ai del në dritë, që të dalë ballafaqe, se veprat e tija u bën siç thot hyj. Jezusi lëgjon një pagëzuesi. Pastaj Jezusi shkoi me nxënësit e vet në tokën e Judeas. Aty u vendos me talle pagëzonte. E lëgjoni pagëzonte në Enon, afër Silionit, sepse aty kishte mjaft ujë. Njerëzit shikonin dhe pagëzoheshin. Gjoni ende nuk ishte burgosur. Tashti gjoni arrogatje lidhur me pastrim ligjor nëpërmjet nxënësve të gjonit. E një qifuti shkruante gjoni dhe i tha: Rabai, ai që ishte me ty më tanë Jordanit, ai për të cilin ti bën dëshmi, edhe ai po pagëzon dhe të gjithë po shkojnë tek ai. Gjoni përgjigji: Askush s'mund të marrë për vete asgjë nëse nuk ju dha prej qiellit. Ju vetëm e jeni dëshmitar se thash, unë nuk jam Mesia, por jam ai dërguari para tij. Kush ka nusën është lëndë. Dashamir i lëndrit, i cili i rri pranë dhe e dëgjon.
Kënaqet kur e dëgjon zërin e ëndrit. I tillë është pra gëzimi im, arriti në kulm. Ai duhet të rritet e unë të zvoglohem. Ai që vjen prej së lartit. Kush vjen prej së lartit, ai është mbi të gjithë. Kush është nga toka, tokësor është dhe flet për gjërat e tokës. Ai që vjen prej qiellit, ai që është mbi të gjithë. Dëshmon çka pa e çka dëgjoj, por dëshminë e tij askush s'u pranon. Kush e pranon dëshminë e tij, pranon se hyj është i vërtet. Vërtet i dërguari i hyjt. Flet fjalën e hyjt, sepse hyj nuk e jep shpirtin me mas. Ai e do birin dhe atij i la në dorë gjithçka. Kush beson në birin, ka jetën e pasosur, përkundrazi ai që nuk beson në birin, nuk do ta shohë jetën. Hillërimi i hyjt peshon mbi të.